Mustafa Vokri ka qenë. Po borë si kjo nuk ka rënë këto kohët e fundit, apo ka rënë? Sa ko ka para në borë mirë? Vjetë, ka pak, e shkrinë, e srana për. Po pse ka ndryshuar koha ka shumë? Po ndryshon cikli tash, krejtë si që moti. Për para binde goxha? Unë jam nga një fshat, sheqera si tonë. A sheqera zene? Edhe shtëpitat janë një kace dhe binte dhe bora deri në Qeramide të hapnin tuneleve me lopata. Po zvili në shkollë, e bënin labirinte shtëpi me shtëpi që lonin fëmijë me fëmijë. Po qa viti kjo? Shpejt nga 7 Pastaj mrapa ka ardhur reduktuar, së binde. Kuqe pastaj. Po turist, vin shumë turist? Turist ka shumë Korça ka dimër bëhatë. Edhe në verë ka goxha? Korça ka këtë, se ka ushimin, ka dhe pasëtit. E nuk ka shere shumë. Po kështu me drungro në kërësish besoj? Ku me drungro? E kërë drungro? I ble që në mars, drut. Po si janë shtrenjë drut këtu? Po shtrenjë, po unë i marë me 22.000 leka i marë që në... Ashtu, ha? I marë që në qajto, që në mars, i presë dhe i vendos në fshatë një kaso, jam një. Hajde mbarë, shëndetur e. Hajde, shëndet. Shëndet. Mësojnëtorja e pare e gjuhës shqipe në Korçë, hapur në 7 mars në Fshtatës. Ja dhe kemi. Korça shquhet për borën sikurse zotëria e tha. Një borë më e butë vitet e fundit, më ashpër ka qenë vitet e mëparshme. 70-ën, 80-ën deri tek streja e Çatisë është zotëria. Nuk ka më një borë tjetër. Një borë padyshim shumë e bukur, kjo që bie tani, por më lehtë. Jo më një borë e atsartë. Që janë pamjet të drejtë për drejta nga qyteti i Korçës. Jemi në janar. Ditët e para të janarit, data është 11 janar. Tani po bie pak më dëndër. Edhe vend i preferuar shumë nga turistët. Aktualisht ulohen në petkujt e borës. Ndalova vetëm këtu sepse është historike në fakt, mësojtoria e parë e gjuhës shqipe, por Korça nuk ka vetëm këtë, ka vende fantastike që duhen vizituar, ka histori, ka gjithçka. Këtu të kemi busin e Themistokli Gërmenjit, mos gaboj duhet jetë, duhet ta shoh, duhet ta kemi këtu po. Çfarë bore? Nëse të gjithë ju miq që keni vizituar Korçën, ju merr malli për këtë borë, ose të gjithë ju që jeni të larguar, sidomos jashtë territorit shqiptar, kjo është Korça e bukur. Ne fillojmë na bëni subscribe në kanalin ton për të informuar mbi gjithçka ndodh në Korçë, në gjithë Shqipërinë, për udhëtime të bukura, por edhe informacione të fundit. Çfarë mrekullie.